e din se secili prej neve nuk preshtot asnjëri se ka mangësitë e veta. Do të thonë ka shumë çka mund me shtu për vepra të mira, ka shumë çka për veprave të këqija për gjëna çka mund me lan. Edhe kur vim tash ka fundi që më vetëm se po i njeh me ato çaste, ato minuta. Do të thonë duhet me reagu vetdia e besimtarit në këto dy pika. A ka pas diçka që ka shtu? A ka pas diçka që ka lan? Ka ne po na vjen një farë but kuptimi që edhe Ramazani brenda ditëve të tij nuk është shumë mirë i shfrytzuar. Qartë. Nuk është shumë mirë, do thonë i kaluar me menaxhuar dhe i kaluar me planifikuar me ibadete, me adhurime, me shtym. Ka ne duket se rasti i ta bëjmë një ilustrim ashtu, në gjunat tona në Ramazan vetëm i hudhën në tepih. Qartë. Por nuk kemi pas trupi tyre. Pas aty janë. Vetë heke tepihun edhe prap çato gjëna janë. Çato vese që i keni pas, çato fjalë banale që i keni përdor. Fatkeqësisht, domethënë kthimi në realitet, kthimi në normale. Varë çfarë ku ti themi në gjendje normale. Nëse na çen ka gjendje normale, 11 muaj. Domethënë me energji të pashfrytzuar. Po larg ibadeteve, larg farzeve. Domethënë mungojnë 5 kohë namazit. Mungojnë besnikëria, mungon amaneti, mungon fjala e drejtë, mungon domethënë drejtësia, respektin e prindërve për shembull. Shumë gjëra. Edhe domethënë ana e gjunaheve. Domethënë pa hesab kështu ne. Dhe atë realitet na ta pranojmë, edhe ai nuk është realitet, është humbje. Domethënë dështim. Bilen Allah e di më së miri, siç e potencojnë dietarët se peshenjave që mund ta kuptojmë a është pranuar xherimi apo s'është pranuar xherimi, pyetjen që ka pak më herët, se si mund ta kuptojmë, thos shiko ibadeti me çfarë pasohet. Nëse pas ibadetit ka vazhdimsi të ibadeteve, do të thonë me istikfar, me kthim tek Allahu xhelal, përmirësimi i situatës, po flasim për gjendjen tonë, nuk po flasim për gjendjen e sahabëve gjeneratave të para. Te gjeneratat e para nuk kanë ndryshuar, do të thonë shumë çështje e këtij realiteti jashtë Ramazanit dhe në Ramazan, po këta ata ka shtu sasia e adhurimeve shtu. Në Ramazan, por sy se kanë xheru, domethënë ditën, janë falë shumë natën, kanë lexuar shumë Kur'an, kanë dhënë sadaka, kanë përmendur Allahun. Dhe dhikr më pa. Pastaj jashtë Ramazanit janë kthyer në atë normalitetin e tyre duke falë 5 kohë namazit, nafilet ditore, po secili është marrë me punë të veta. Se nuk mundesh ti 11 muaj të vazhdosh me intensitetin e Ramazanit. Por vetë faktin se ti e ke ndaluar më pas pare me agjëru në muaj të plot. Sigurisht që ka agjëru muajin e Ramazanit. Do të thonë krejt varet njeriu çfarë bot kuptimi ka për çfarë realiteti. Realiteti jon është realitet i zymt. Ato është degradim. Na jashtë Ramazanit vetë mbrapa kemi shku. S'kemi shku përpa. Sikur gjendja jon, ta supozojmë në atë mendimin më të mirë që do të mendojmë ka një mirë për muslimanin, që dikush të jetë shumë perfekt, domethënë i mirë, i ndershëm, i moralshëm, i drejtë, fjalët e mira. Me ibadete me jashtë Ramazan, normal që në Ramazan ka intensitet madh të adhurime, kthehet në atë normalitetin. Sa didu qaribu, thot pejgamberi sa. Kjo, po jo kjo tjetra ku na momentit që bëjmë bajram, o kemi qel derën kujt gjunaheve, o kemi qel dyrën praktikës së veprimeve, namazit edhe tjerave tjerë, sidomos leximit të Kuranit, që është e vërtet, do thonë nxitja e madhe në Ramazan që me bë hatme sen. Po sa ajo hatme do të përcillet mas muajit Ramazanit. Qoftë edhe nëse është sasia edhe më e vogël, për shembull brenda ditës, është edhe nëse hatme zgjat më shumë me interval kohor, nuk ka problem. Ama kryesore mos me mungu brenda programit të jetës.